O shqiptar dashën, e pa që prokuria speciale me Selin Hag po don me I shti në burg ushtarët e UÇK-s për 45 vjet. Kjo njerëz tregon që nëse na s'punojmë për vete, nëse na s'jena tu mësu me I mbrojt interesat tona, mu bashku, edhe me luftu për drejtat tona, me luftu për qa kena luftu edhe luftën tash apet është një luft tjetër, po është një luft që na vyn mu bashku. Me bashku, me kriju një ekonomi të mirë, me kriju kushtet mira dhe me punu për drejtsin, edhe për promovimin e vlerave të luftës që I kena pasna, se kjo ka qenë luft për ekzistencë, ka qenë luft që krejt na e dim që ka pas shumë pa drejtsin ndaj shqiptarëve këto dhe krejt që ka ndodhë ka qenë si një farë reakcionin ndaj krejt shtypjeve, krejt dhunimeve, gjenocidit që ka qenë të ndodhë këtu. Po njerëz nuk e din këto jashtë Kosovës. Edhe na si na të e bo një punë që shdohet për me promovu rastin ton që shdohet. Kështu që për që ato shkon Haga edhe e merr një prokuror, ka plot fryma që janë të punu kundër neve njerëz. Shumë ka fryma që po punojnë kundër neve me na shti mu do keq, e na që po bojmë na të përçam po jemna. Kështu që ka ardhur koha mu bashku edhe me punu për interesat e shtetit ton, mu bo shtet shembull për krejt shtetet tjera, veç do të me punu mu bashku edhe me ja dash këtij venit edhe një tjetrit mirën. A jeni me mu për që cena jo?